Në heshtje dhe në lutje, qindra besimtarë u ngjitën në malin e Taraboshit duke përshkuar 14 ndalesat e udhës së kryqit, një ritual i thellë shpirtëror që përkujton vuajtjen dhe sakrificën e Jezu Krishtit drejt kryqëzimit. Ky pelegrinar simbolik i rrënjosur në traditën e krishterë përçon mesazhe pendese për udhësie, sakrifice dhe shpresë për ringjallje. Të falemi Mari, mirë plotë Zoti me ty. E bekuar jetë të gjitha gratë. Gjatë këtij rrugtimi, çdo ndalesë përfaqëson një moment të rëndësishëm nga rruga e Krishtit drejt Kalvarit, nga dënimi me vdekje, mbartja e kryqit, rënjët nën peshën e tij, takimi me nënën Mari, deri te kryqëzimi dhe vendosja në varr. Në mesazhin e tij, Mzot Giovanni Peragjine, arcipeshkov i Shkodrëpult, u ndal tek sfidat që po përballojnë sot shumë familje shqiptare, duke veçuar fenomenin e emigrimit si një ndër plagët më të mëdha shoqërore. O Jezus i dashur, sot ecim me ty në udhën e kryqit. Në këtë botë të trazuar, të mbushur me zhurmë, pasiguri dhe lodhje shpirtërore, ne ndalemi pranë teje. Shumë familje sot përmballen me sfida të thella ekonomike, me mungesë dialogu dhe plagë të fsheta që nuk duken, por ndihen thellë në zemër. Shpesh familjet ndahen, sepse shumë prindër dhe të rinj detyrohen të largohen nga vendi i tyre për të kërkuar një jetë më të mirë, duke lënë pas mall, siguri dhe lot. Të rinjt kërkojnë kuptim, identitetet dhe dashuri të vërtetë në mes së gjurmës së botës. Shpesh ndihen të vetmuar, të pashpresë dhe të gjykuar nga shoqëria për zgjedhje që shpesh kuptohen padrejtësisht. Prindrit ndihen të lodhur dhe të pafuqishëm për të dhënë drejtim dhe shpresë në familjet e tyre. Besimtarët e pranishëm ja kushtuan lutjet e tyre paqes në botë si dhe të rinjve dhe bashkëmoshatarëve që ndodhen në emigrim, duke shprehur dëshirën për një të ardhme më të sigurt dhe dinjitoze. Për paqen në botë, për familjarët tanë, që t'jena tanë sa më mirë për shoqërinë, edhe që sa më pak luftra dhe sa më pak konflikte në botë. Ne lutemi për të rinjt, për njerëzit që kanë probleme, për gjithë familjarët, gjithë popullin edhe gjithë krishterët. Këto kohë që janë lutena edhe për paqen në botë. Lutena për të rinjt që emigrojnë, për familjarët tanë, për njerëzit që janë luftë, të kohët e fundit, me kanë çdo gjë më paqësore, më amar për të tanë. Udha e kryqit për të krishterët nuk është vetëm një përkujtim i vuajtjeve të Krishtit, por edhe një thirrje për reflektim personal, përballje me sfidat e jetës dhe forcim të besimit në shpresën që sjell pashka fitoria e jetës mbi vdekjen.